Fshatit Korç lidhe me një fabrikë që pretendohet se është fabrikë, se nuk është asgjë transparente për të bërë e ditur. Është një që tash quhet drejt këto investitor strategjik që ka në CV-n e tij përpunimin e Hekur Nikelit, ka mbetjet në riciklimin e mbetjeve spitalore, cila do të qoftë procedurë vendi ku pretendohet të bën është shumë i dëmshëm për fshatin. Pse është i dëmshëm? Nga zona e banuar është jo më lart se 200 metra në vjerë. Qoftë Hekur Nikeli që është shumë i dëmshëm, po edhe të qofshin mbetjet spitalore atë më shumë se të rrezikshme. Kështu që banorët janë shumë të irrituar dhe janë totalisht në kundërshtim me këtë investim që kërkohet më u bën, duke mos u bën as pak transparente. Është bën presion shumë banorëve, personave që janë në punë është bën presion shumë që firmosin pa dëshirën e tyre. Kështu që fshati është mbledh, disa herë është mbledh për këtë problem dhe do gret një grup pune që të merret intensivisht me këtë punë duke frenuar edhe presionet që ka bën shteti, bashkia, qeveria për këtë gjë, se realisht është shumë e dëmshme. Janë dy pika me Hekur Nikel që asnjë fije interes fshati s'ka pas me të përveç se është ndodhur. Do bëhet pasurimi, banorët e pasurit? Nuk është asgjë e sigurt dhe e dukshme. Flitet për Hekur Nikel, për pasurinë e Hekur Nikelit, po mund të jenë edhe mbetje spitalore që këto janë. Nuk i dihet emri, do nuk është bërë asgjë transparente. Kështu që banorët janë totalisht në kundërshtim me këtë investim. Ne jena mbledhë edhe herë tjera, po mbledhëm edhe sonte. Arsye pse? Arsyeja është se ne janë të deshme na prunë një fabrikë. A fabrikë Hekur Nikeli, a mbeturina spitalore, nuk e dim. Ja kanë nisë një muj. Kush është në punë nuk i lanë të u bërë presion me qitë firmë me zërë. Do të qitish firmë se ose largon nga puna. Njeri kanë pezullu, pak mërmrat nesme një kanë marë. Tashi u thot kryetar e bashkisë, hajde kush do me gjithë, kush do punë, hajde su u gjenë punë, nune vetëm me firmos. Qa me firmos në tashine, na këtë djersën e djemëve, se nga një djemë, pa i bon 20 vjetë, kam netën për emigrim, me zë e kena regullu, ka një shpi. Si e një kundër juve? Po ne na kundër sa ja helem. Mas rënjung me cukur me prunë Hekur Nikel, i ditë ja Hekur Nikeli, aja helem. Jo për kolshin, për këtë kuksin. Se e din, unë nuk jam inxhinier. E din inxhinierët që janë për qatë punë, se ne e kena përvu Hekur Nikelin që tonë, ta shikon një këta 5 vetë, nuk ne e kanë levi, se po su levis, ban vaki edhe zban tam. Ne ka paru në ujtë vadic, as baqe, as pem, mener me thonë edhe lopt nuk majshin, nga helmet që e pishin, a shumë i damshëm. Pas këti takimi, qa do bënë, qa veprimi shtira do keni? Vallaj, ne dhem pik funit na do të resh, nuk do të rrim. Do t'i shkryjmë ministrisë, mjedisit, do t'i shkryjmë shkresat në prokurorije, në policie, kur këtë punë nuk e lamë. Kryetar e bashkisë na avon për feke. Katunit Kolshit. Sa banor janë këtu në Kolsh? Vallaj, qështë janë 300-400 banor, qështë që mas listave të votimit që është një po. Emrin djemi një? Ilir Llesh. Ky po thuhet që do të ndërtohet një fabrikë Hekur Nikeli edhe për mbetje spitalore. Çfarë veni do të ndërtohet ky? A shumë pa përshtatje? Po them ne as 100 metra vjerore nuk është. Pse jeni kundër ju? Pse jeni kundër? Pse jeni kundër se duhet me lanë vendin, duhet me ikë për këtu i kretë. Për që punë jemi kundër. Qa damë është sjellë pra këtë? Damë sjellë se këto në hera i Alberti ka desh me kalu pa marrë vesh ishna. Këto kur të bëjnë me ditëru me hedhë firmë me zor dihet sa i damë, visha i si s'ka mend hiqi, nuk e di këtë gjë. Jo vishna që jemi këtu, ne kemi edhe gjysën e katunit e kemi, se kemi atë në lushnje, kanë thonë kretë do të bëjmë këtu, do të hedhëm firme se ne do të bëjmë këtu për çet punë.
Po ju thoni si janë marrë disa firma nga banorët. Asnjë lloj firme sa marrë, janë provokimet e Albertit e kusham me Albertin aty. Aja s'pranon me taku banorët, as pranon të zira kërkan. A kanë ardhur më konsultu dikush nga bashkia, Ministria e Mjedisit, me ju pyet. Po dy herë kanë ardhur dhe s'kemi pranu dhe vazhdojnë që ta shtekete. Ku të gjenë në një të domo, që se presit. Jo të hekim, ha? Qa kërkoni shkullëtimi, me thamë që? Po di qa kërke? Me di se vetin jetë që të në kolç. Pa dalë që ati më ban i 14 që do dëshmëri kolçit se lan. Që ta kërkim na? Që tu me arë më provë me ne, se s'kemi takat me ikë për këtu, me pa takat. Arrirë më rahat që ati. Që ta duhem na? Na lanë në rahat. Asë një gjanë ketër si duhem na. Po jo fabrikë e kronikeli, po me kanë fabrikë si na ber lek të shpija nuk i duhem. Sa ato ban tinas. Se me ka një gjanë që a e mirë, bene e banë hapta se, jo t'i banë senet më qërë. Po nëse merren parasysh kërkesat juaja, jeni ju për hapjen e saj, nëse merren parasysh kërkesat ata? Po e kur një ke la di që do me thonë, se di a ke shku në jerë, këse. Po do të me ikë për këtu i të kuksi, jo kolësh, jo. A që tamë shumë. Po jemi bjermi? Qelik dosh. Kjo zona ku do me ban fabrikën e zoti kryetar, është zonë e mbrojtën e shpallur prej qeverisë e prej parlamentit, zonë e mbrojtën, Tulipani, Besnik Allashi, Ramet Pas e ka shpallur. E ka shpallur. Si mundesh me bën një fabrikë në zonë të mbrojtme, si e ka shteti e ka mbrojtur. Si ka mundësi? Me na pron helmin këto. Uranium është i pari, dyti është Hegronikeli. Tu as lopë s'mbojnë as beleza ka se po një laftis për e la. Le. A ka është zonë e pasur me Hegronikel kjo? Jo, zona jonë jo. Duhen me e silë tu. Pri arni, pri surëje, pri mamëzje, me e prunë këtu me në ishë. Me pasuru po me ndonë. Po, pa ai pluni nuk le gjomër pa bo. As nga tonë se kemi Hegronikel. Se me e bo atë fabrikë. Shke të nërë se i kryetari në bisëm. Që të nërë se këmë këtë? Kryetarit bashkis i bëni thirrë. Tuneli am vetë kolshit. Asë njërë më punë. Trari më vetë kolshit. Asë njërë më punë. Për 5-6 vetë s'na him punë. Shifë që të gjemë, asë një sa më punë shtetit. 3-4 janë ato sonë vëjnë këtu për i kryetarit bashkis. I thirrë atje zëtë një. Edhe thot, me presion me ba firma. Firmat nuk hipen se mas qefit kryetarit, për kryetari kodë drejtaj, se që shtu am mësu kjo qeveri me vedh pare, në këtë vend, e me në lanë në jetu. Si doja me avatit, na internojë ne ka lushnja, për në ku na internon, edhe hikim, na, e ta marrë këtë vendin. S'kam në gjanë tjetër, për mi thonë kryetarit. Kryetari më zmojë tentativë, asë të nëherë, 73 kam. Me gjithë që atë borë. Se ati kam e dek, edhe ajo s'ka mu mund. Letë më ishën, mu më burë. Se do bëhet kjo fabrikë? A? Ku e keni marrë vesh? Ka konë kryetari këtu, o shok. 3 herë ka këtu të inës, jo me marrë me thirë. 3-4 vetë, ti thirë në për... Me fjallë veshi nuk ka, as kryetari, as kërkush. Zëtni dalë në balë. Kryetari kush doje, dojë edhe qeveria, edhe e dirama, nesna se kena nërmen me lanë. Shta helë në burg të të shkoj, unë, edhe le të marrë më në burgaj. Kjo fabrikë jë. Pse është problem? Është problem se na Albert Halilit i kena lipu i të pishëm. I kena lip me në regullu kanalin. Një kufin që gjë se kena problem, shto kena lip atoj zotnis. A i zotnia thët unë e du me vonë fabrikë. Ku ven me ban takim shef që ton ka arë që ku janë këtë që të që ditën e dilë ku nuk e ko ditë punë e ishë. Kena ban dhe baja ki shumë debate me ta. A munu një se këtë e din me a kalu fshetas në bashki. Falë një katonaj tonë, se në të ime zanë emra, a ka në Antarkshili dhe i ka thonë stop. Pa ban të gjesën publike i ka thonë ku shkon të i? Se a kanë të ikë në shefës kjo, ka kanë fillë ke punimet e nevëshin polisët e me diramen mësë në. Edhe e vënëshin fërsrisht. Po, faliminers, murën vesh. A i thoi se s'bo dëgjes publike, kur gjasi sënë? Ka ardhë dëgjes, nuk e kina pranu, nuk e du, mërti, as nuk e du, në ban fabrik, Florini nuk e du. Florin qitë, sikur në Rubik, nuk ja du. Albert Halilit nuk ja du, as shteti se du mish.
bolla kina presh, ma hajde shqip, komplet Beshkajona e preshme, komplet. Ku janë vronë në njerëz për këtë? Dijet bët nështë, se janë ashtu, qështu, është bishk, ajo zona atje është. Që zona këtu, që ku kina shumë afër, pavarësisht se ta janë zonë mbret me leja ata për të mbret me 65, ato 65 shtu le arkitektë, si kanë 100.000 vete, kanë të pret për zonat mbretme. Tu dihet kjo punë se që. Qështu, këtu ka pa një gjenazë për shtë tokë, për do vetë, para do vetë. To është ashtë një vëma marraj, që shmerur të tokën e uje, kur a kanë me ban burgin e ka shu në katon vetë. Ku kojnë interese e ka shu në katon bice, e ka shu ku ko para, të se burgi ko pare munresh, pare se shkojnë e pi njës kafe, pare se ko rrug makine, e ka shu në katon vetë. Për helme thët ju, në të harro, e zore ko. Në shtaj, shohët me kështë shtetë, në mëjtë këtë, në që në dalim shtetë një rita. Meter via Rohekena, ju nästan finner ju kështu, se në bashkë specialista, nästan ishte aty. Ato ato me. Martini që? Martini, që do këna? Martini, si pa thonë. S'ka orë me shkarku për tonë direkt. Këna për sa të punë. Jo, si ka thonë kërë. Ma si ka na qasë një. Për pas ka thonë kërë në shkë. Ma ta është thonë Martini. Se ju për ju kina. Sa në zanë se në shkollë? Kina pas bojnë, kur e bojnë vjeta për vjetë? Unë e 2-3 prind. Ha se poli me titin e bimi di. O të di që? Ha do blet. Na e latëm gjeja po mbledh një në shkirë kjo bim. A zamu po latë në vjetën, në shtojnë e po. 90% e ka tunë akunda kësoj punë, po një hierarki punë, do njek, sa shë mrapa do njek. A mu marë firmat, a lama se lama, me pret kur shak, kur sa. Sa që duhet me marë një fjolla. Se si shetë firmë, s'kove nësë në vërë, me hinë aty. Edhe shnet një aty e të bishë, kur përse zhët një mama të. Njani, për çdo fest të marja emrat. Po shqe se firmë, po betre ti ki emrat e katonit ke. Se për shkollë. Ja kërë familja. Me që firma. Shkërë emrat. Po kërë familjar të nësë marën dhe gjahu e sërë. Po, se të kërë familjar të normal, unë për familjen të emë. Vetë për keshësi për nësë, kush duhet me të dhosë, kom të rejtë. Edhe gjani. Po, të vetë për keshësi. Po, të sa shumë firma. Do me mua. Unë e peta dika, lidhe me këtë firmën, kjo është gato investitor strategjik, që u qujte, edhe kjo në civineve, edhe sikur, edhe sikur me konë për e më tonë, po me me më të se e të bëshë,